Zoti Balliu, keni fjalën për procedurë. Tani. Ta që dalin dhe na janë habitur sepse dhe po na tregojnë që i kanë kërkuar llogari ministrit brendshëm për dhunën, ka 14 vite që dhunohen qytetarët shqiptarë në për protesta, 415 protestues kanë qenë në spitale në këto 14 vite nga dhuna, shkopat e gomës, gambalet e policisë së Sajmir Tahirit e deri tek këtij llambadari që keni sjellë sot këtu. Ka 14 vite që policia, e cila me prorët kriminal të vetët, është përdorur për të sulmuar qytetarët në për protesta dhe nuk ju ka piptir zëri. Arsyeja pse folët kësa radhë është një dhe e vetme. Ju doli videoja, ju doli sheshit dhe u përpoqët që të fshini krimin tuaj. Përsa i përket këtyre qorrave politik që i keni shpikur vet, i keni themeluar vet, du t'ju kujtoj këtë këtu, edhe këti që foli shparë. Kush janë këta këtu që kanë votuar ligjin për ndërtuar tek zonat e mbrojtura? Kush janë? A i njihni, more? A i njihni këta, more? A i njihni? Kush jeni ju? Kush është Arken Balla? Kush është? I kujt është ky? I kujt është kjo Mirela Pitushi, Deniz Deliu? Të kujt janë këta? Të kujt partije janë? Edona Bilali, Bujar Qela, të kujt janë këta që propozuan ligjin dhe votuan ligjin? Të kujt janë këta që nuk i përmendin? Pse nuk i përmendin? Sepse zotrin pasi nuk ju ngjiti që fajin e ka Izraeli, pasi nuk ju ngjiti që fajin e ka Greqia, tani gjetët shpëtimin tuaj te teza juaj që fajin e ka opozita se firmosni ju, se votoni ju, se vidhni ju, se merreni me kriminal ju. Jo mër zotri, jo. Nuk na impresiononi ne me këto shpifje. Protestat e qytetarëve janë protesta qytetare dhe ato do të mbrohen. Çfarë bët dje? Çfarë bët dje? Ishin marshim. Çfarë bët ju? Cila ishte zgjidhja? Ujin prap. Ujin prap dhunën, prap policinë e shtetit për ta përdorur për interesa politike. Këtë nuk e ka bërë opozita. Dhe keni çuar atje ca partiçka që keni themeluar ju, për të thënë se janë gjithë njësoj, kështu që s'ka nevojë për t'i ndryshuar gjërat, jemi mirë kështu siç jemi. Ta që i keni themeluar vetë, që na ishni sikur keni probleme me ata, dhe qoni atje freshista tuaj për thënë, hajde të protestojmë tek kundër një personi, kundër një tjetri që s'ka as firmë as vull, kundër një partije që s'ka as firmë as vull. Vini nga mëngjesit deri ndarkë, thoni, kemi 84 mandate, qeveria më e madhe, qeveria më e fortë, kemi më shumë mandate se kur. Po mirë, kur i keni këto mandate më shumë se kur, si i kemi bërë ne këto? Kur këto i bëni ju? Po këto janë akte të turshme, po harrojeni që i hajnë shqiptarët, ose nuk janë gjithë qorra politikë si ç'doni të bëheni ju. Faleminderit. Zoti Berisha, keni kërkuar